Ndërsa një pyes tjetër, hoxha thotë selam aleikum, desha t'ju pyes për një rast interesimi për martesë. A duhet t'i tregoj vajzës të kaluan? Për shembull, nëse pyet se a ka pas vajza tjera para saj që janë interesuar për martesë për ty. Dhe nëse për shembull thotë e di se një vajzë është provuar me siher apo ka pas lidhje me një djalë, a është e mirë të pranosh martesën e të? Allahu shpërblet. Fillimisht, parimisht nëse flasim, nuk lejohet ta shpalosish apo t'ja shfaqësh palën tjetër nëse takosh me ndonjë vajzë dhe kish për dëshirë që të fejosh me ata, nuk lejohet të tregohet e kaluara. Edhe nëse ke qenë të kaluar për aty që ki bëu një gjë të cilën Allahu nuk është i kënaqur, ndonjë mëkat apo haram. Nga sa Allahu xhaleshanu përdesë ata ka mbuluar ata, nuk është e udhës, e as e drejtë ta shpalosish këta. Andaj që parimisht nuk lejohet. Nëse dhe ajo insiston që do ta di ato kinë se kanë dëgjuar diçka për te në të kaluarën e do ta verifikojë dhe konfirmojë, disa nga tjetër ka thënë e pet vazhdon duke mos i treguar dhe nëse kërkon të bësh beje, do të bësh beje me beje jo të vërtet, duke sunu të ata tjetrën. Për shembull, nëse thotë se ti në kaluan ke bë kështu krime, ke pas lidhje me vajza të tjera, duke thënë jo, s'ka diçka të vërtet, duke pas për qëllimin pram, s'kam pas. Pse? Nëse nuk e sill dobi asaj, e dyta pastaj ajo para se marrë të kjo pyetje, ajo duhet vetë të lumtoje për identitetin tanë, se kush ke qenë, si ke qenë, çfarë tipi je, çfarë familje, çfarë rrethane, nëse këto janë të cilat mjaftojnë dhe të bine se me të vërtet kanë atë çun dhe tipi i cili ja vlen të bëj lidhje të marrëdhënie me këta, këto tjerat janë të vorosura, nuk është e udhës, as nuk preferohet të pyeten për të kaluar. Në Allah e di më së miri.